Jepini vetes tuaj mundësinë për ta bërë tuaj një vilë kaq fantastike, në një nga fshatrat turistik, ku qetësia dhe privat... Çfarë bën aty tje? Në qejp kat, ikoq, në domat kat. Po i kemi për dimër, hajde këtu, hajde. Ulu mik, shikoj këtë pamje fantastike. Nuk është nevoja ti bjesh shkurt, bjeri rrugës të dur për ta bërë tende në këtë vilë, nga ku do mund të mbjellësh qepkat, domatkat, tende, pse jo dhe luleshtrydhkat, por dhe të shijosh ajrin e pastër dhe të përfitosh nga pjesa e sipërfaqes të cilën zë dhe zotron. Kjo njësi banimi me këtë sipërfaqe truall dhe tokare, ku në ta janë të mbjella pemë frutore të kulturave të ndryshme, por jo vetëm, e punuar me gur dhe rruga që të qonë drejt banesës, dhe shumë të tjera të cilat do t'i shohim miku im të dy së bashku. Do t'a shohësh dhe njërë nga lartë. Më lejo të tregoj dhe pjesën e brendshme të ndërtesës, një ndërtesë me dy kate. Njeri do t'jetë ai moderni dhe klasiku, dhe tjetri do t'jetë ai më fantastiku, karakteristiku, tek i cili do duhet të kalosh momentet tende të kënaqësisë, të relaksit, të intimitetit, të fshehtësisë, por më ndiq mik. Mirë se erdhe në brendësi të këtyre ambienteve, të këtij kati të dytë të njësisë të banimit shtëpi private. Siç mund ta shohim, është kjo sallon kuzhinë moderne, tek e cila do mund të kaloni një pjesë të mirë të jetës tuaj në këtë fshat turistik si Boboshtica. Por jo vetëm. Ajo është instaluar me materialet më moderne, si dhe e bashkëshoqëruar me të gjitha elektroshtëpiaket e kohës. Në funksion të këtij kati janë gjithashtu dhe mobiljet, tek të cilat do të mund të depozitoni sendet tua personale, rroba apo veshje. Gjithashtu është dhe kjo dhomë gjumë, e cila ngrohet dhe ftohet nëpërmjet ajrit të kondicionuar, por dhe kjo e pajisur me të gjitha mobiljet e nevojshme dhe gati për përdorim në çdo moment që ju do të vendosni ta bëni tuaj. Gjithashtu, bashkëshoqëruesi i këtij kati është dhe tualeti. Një tualet i gjerë, i bollshëm, modern, tek i cili ndodhen të gjitha hidrosanitaret e vendosura dhe ky gati për përdorim në çdo moment. Dhe shamat, ja te kemi, në këtë kat i cili do t'jetë realizimi i të gjitha ëndrave tuaja dimërore apo pranverore, pse jo edhe verore. Do t'jetë ky kat i freskët në verë dhe i ngrohtë në dimër, i cili me vatrën e tij do t'ju jap momentet magjike, të cilat shumë i keni ndëruar. Por jo vetëm. Është dhe kjo dhomë depozitimi, ku do mund të lini të gjitha resurset për pjesën e dimrit. Dhe jo vetëm, ky korridor lidhen gjithashtu dhe dy ambiente të tjera të qëndrimit në këtë kat të parë përdes, të cilat janë kjo dhomë gjumi, megjithse e papërfunduar, e jep tërësisht mesazhin e krijimit të saj. Të pafundme janë cilësitë të cilat ofron kjo shtëpi private. E ndodhur mbi 800 metra katror parcel, e ndarë në 250 metra truall dhe pjesa tjetër arë. 120 metra është gjurma e ndërtimit të kësaj shtëpie private, e cila është pjesëtarja
e të gjithë pjesës tjetër të kënaqësisë që do t'i ofroni vetes tuaj gjatë qëndrimit në këto ambiente, nga ku zogjt nuk do të ndalojnë së kënduari dhe netët e freskëta do t'jenë atje për t'ju përkëdhelur dhe për t'ju vënë në gjumin tuaj të rehatshëm. Por jo vetëm, uji në këto banesa është 24 orë, pasi sistemi hidrik është i gjithi i rregulluar dhe në funksion të gjithë personave që jetojnë në fshatin Bobostic. Jo vetëm të dashur miq. Të gjitha këto vinë me një çmim fantastik. Ata të vetëm 120.000 euro, të cilat sigurisht do të jenë të negociueshme pranë studios tonë EK Real Estate, e cila ndodhet në bulevardin Gjergj Kastrioti dhe kryqëzimin e rrugës 1 Maj në qytetin e Korçës. Për çdo informacion shtesë apo një vizitë në pronë, telefononi në numrat tanë të telefonit 069 39 88 918 ose në numrin tjetër 069 78 96 222. Tek ne, më shpejt, më sakt, më sigurt, ju mirëpresim.